kosovarqe. Edhe kaq, nuk po lexoj më shumë. Pse nga zyrtar nga Brukseli, politikan... Po shef. Zafa më shkruan kështu, pra ky është komenti që vjen për politikon. Në këto momente si lajm aty te YouTube për ta afishuar, që ti orientoj pak edhe ata. Po kështu gjithsesi, Zafën më afër e ka këtu Blerimi si Prizren Ali që është kjo befasi. Nuk është befasi se Zafir Berisha si politikan ato tash kosovar që aso është kosovar që unë besoj që Zafa përkundrazi paraqet një politikan tipik kosovar. Zafir Berisha la Zaf me këtë logon e Bashkimit Demokratik e mboj men kur është pat ndo i dhnu shumë me PDK-n e këshpërdorime që i pat bo ashtim tha që partia ati në qeverisin lokale në Prizren, nuk u pat ndo kështu me kësi divorsi të butet e letë duke i uruar suksese PDK-s. Këtëherë pesho që është maturu politikisht edhe ka një ndamje ma ta quj kështu ma të butë. Po gjithmonë nuk ka një konformist, Zafa, ti me Zafir Berishën mund mos pajtohesh, sikur që mos pajtohen në shumë gjana, po nisen duhet pajtohesh me Zafir Berishën, që konformist nuk o ka, nuk ka në qashtu qysh o ka, original. Po original, e ka pas kokën e vetë, i pavarën mendime, edhe nuk i nështrot. Por kjo është një goditje serioze ndaj nismës, marrë parasysh votën që e ka Zafa në Prizren. Po, është një goditje, goxha e madhe mos them kështu dominante, më duket i ka marrë 1800 vota, 2000 vota me plot kundërkandidat nga regjoni ku vjen Zafir Berisha, nisma e Zotit Limaj, nisma socialdemokrate, e ka pas motor themelor ose bazë strukturën e Bashkimit Demokratik Zafir Berishës. Kjo